Në Evropë, gjykata themelore në Prishtinë shpalloi gjykimin ndaj Panderit Fatliu Mehmeti me shumicë votash shpall fajtor për veprën penale, vrasje në dosje eventuale, gjykon me dënim me burgim prej 8 viteve, cili dënim do të mbahet pasi aktgjykimi bëhet i plotfuqishëm. Po kaluar në masën e paraburgimit edhe në arresht shtëpiak, do t'i llogaritet në dënimin e shqiptuar. Të akuzuarit me vendim veçantë i ndapritet masa e arrestit shtëpiak sot me datën 8/10/2025. Të akuzuarit i shqiptohet dënimi plotësues ndalimi i ushtrimit funksioneve në administratën publike ose në shërbimin publik në kozhatje të 5 viteve. Arma përdorit kthehet policisë së Kosovës, obligohet i akuzuar në shpenzimin e procedurës të paguaj shumën për paushallin gjyqësor 200 euro, si dhe 50 euro për fondin për kompenzimin e viktimave të krimit. Gjykata njofton palët se kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në apatin prej 30 ditëve. Palët e dëmtuar gëzon kontest rregull juridik civil.